Këshilla për trupin. I dërguari alayhis salam ka thënë: në syfyr ka bereqet, mos e leni atë. Pini së paku një gleng ujë, sepse Allahu dhe ëngjëjt e tij ju japin bekimet e tyre njerëzve që konsumojnë syfyrin. Kështu, ne duhet të zgjohemi, madje edhe për të pirë një gotë ujë apo edhe një gotë qumësht. Ushqimi më i mirë për syfyr është një vakt i lehtë me bukë, djathë ose dhallë, por mund të konsumoni sallatë, perime të freskëta, fruta të thata ose banane. Por përsëri zbatohet rregulli themelor: mos e tepro dhe mbaj në mend qëllimin e agjërimit në këtë muaj të shenjtë, që është arritja e devotshmërisë ndaj Allahut bashkë me zbrazjen e barkut dhe lehtësimin e trupit për të ndjerë shpirtin. Këshilla për shpirtin. Zekati është një prej 5 shtyllave të Islamit. Ai është një përqindje fikse nga pasuria e muslimanëve, të cilët duhet ta shpërndajnë një herë në vit për kategoritë e caktuara të përfituesve që janë përmendur në Kur'an. Zekati, në kuptimin e tij të vërtet, nuk është thjesht një akt i bamirësisë, nuk është as taks apo donacion. Zekati bart brenda mësimeve të tij, mësime të vlefshme shpirtërore. Ai është një akt i vazhdueshëm i devotshmërisë, që ka synim pastrimin e shpirtit të muslimanit. Islami na lejon ta njohim faktin se pasuria dhe prona janë pjesë e instiktit të natyrshëm njerëzor. Islami gjithashtu është feja e mesatares, prandaj dhënia pas parave është e dekurajuar. Qëllimi i zekatit është arrihet një shkallë e vetëdijes në të cilën para dhe pasuria nuk janë një qëllim në jetë. Kuptimi gjuhësor i fjalës zekat është pastrim. Zekati e pastron zemrën e dhënësit nga egoizmi, mëria dhe lakmia. Gjithashtu nga zilia, armiqësia, inati dhe urrejtja. Zekati është vepër e mirësisë, ngushëllimit dhe mëshirës për ata që janë më pak fatlum. I dërguari alayhis salam ka thënë: dora që jep është më e mirë se sa dora që merr. Ai gjithashtu ka thënë: nëse dikush nuk ju kërkon para njerëzve, Allahu do ta falë, do t'i dërgoj furnizim dhe do ta bëj të pavarur nga nevoja për të lypur. Zekati i inkurajon të gjithë anëtarët e shoqërisë të punojnë më shumë, të fitojnë më shumë dhe të ndjejnë kënaqësinë e brendshme që vjen nga kontributi për mirëqenien dhe lumturinë e të tjerëve. Ai ndërton shpirtin e përgjegjësisë shoqërore, përkushtimit dhe ndërveprimit. Këshilla për trurin. Kontakti brenda xhamive të njëjta dhe në vende të tjera të adhurimit, në shkolla, biblioteka, në parqe e vende të tjera ku njerëzit kryejnë punën e tyre, ju mundëson njerëzve të njohin njëri tjetrin, të kuptojnë njëri tjetrin. Kontakti përfshin të gjithë anëtarët, qofshin të pasur ose të varfër, musliman dhe jo musliman. Allahu thot: Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë e as nuk ju dëbuan prej shtëpive tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë. Kontaktet nuk ndalen në kufirin si përfaqësor, si mësimi në të njëjtën shkollë ose puna në të njëjtën kompani, por ato përfshin nivele më të afërta, si pjesëmarrja në zgjidhjen e problemeve, brengave, pjesëmarrja në lumturinë, mërzinë, shpresat, pritjet dhe zhgënjimet e të tjerëve, të ndihmuarit e nevojtarit, kujdesi për jetimët, ndjenja e përgjegjësisë për mirëqenien e tërë shoqërisë.